2 presje, 2 topa të vjedhur, një armë e fort. Fundori i ardhur nga Trepça, Desmond Cambridge, luft për top atje. Haxhosaj është më i momentshmi. Shirko, ka një peshë interesante. Lomax Haxhosaj, Mekic, Shirko, Zeçiri. Lomax për Haxhosajn. Mekic, atje Bunjaku është pranë tij. Pick and roll, Zeçiri bukur e sheh Shirkon, i cili në stilin e tij pa kërcy nga vendi hiç në maje të gishtave e lanson dhe treshën të vendi e dërgon për 3-0. Me të parën e qoj të veni Henrik Shirko. Kroati, i cili tash e 5 vjet po luan në Kosovë, Green deporton, po është faul dhe me njëherë e pranon atje Shirko në stil të futbollistit, start me këmbë atje. Henrik Shirko, po thot të rshita pak, po it's okay, ja bën referi Vitaku, veç ngritë dorën, në rregull jemi, e pranoj faulin. 2 gjutje të lira do të jenë për Greenin. Wendell Green, i cili është koshashënuesi i dytë më i mirë të skuadra e Bashkimit, me 14 pikë mesatare, ka një efikasitet të lartë nga vija gjuajtjeve të lira, 87%. Shumë rallë kush nga vija gjuajtjeve të lira Wendell Green. Edhe njëherë i sakt për të ofru rezultatin 3-2. Lomax e pret pick and rolling nga Haxhosaj. Zeçiri e thret atje Shirkon. Statik Shirko, Mekic gabon atje në pasim Haxhosaj. I vëmendshëm ishte Bunjaku kundër sulmi shpejt, megjithatë kthehet në mbrojtje Bora. Lëvizje të mira mashtruese, dribbling edhe gjuajtje, po jo e sakte Bunjakut, playmakerit reprezentues të Kosovës dhe Bashkimit. Bukur atje për mrekulli, kosh faul nga Dion Haxhosaj. Kapiteni për mrekulli eshe koridorin, deporton, realizon dhe mundësi për edhe një loj për 3 pikë, parësisht e treshe, tani 2+1. Për mrekulli atje e pa, asistim i Lomaxit. E Haxhosaj nuk e qëm poshtë as gjuajtjen e lirë. 6-2. Një treshe, një loj 2+1. Shpejt lëviz topi Zeçirit e Green. Vendosët atje dhe barazon. Në fakt nuk e barazon, po e afron në 6-5. Treshe. Përgjigjet nga treshën e parë me treshe. Lomax bukur e sheh Shirkon. Nuk ishte pasim i mirë. Shpejt lëviz edhe njëherë për te Haxhosaj. Pasi për mrekulli, po lëviz topi te Bora, e patë edhe jo aksionin, e ndërtuan pozitën për të gjuajtur. A në fund Mekic, lojtari më i mirë i skuadrës, pa dyshim më i dobishmi, realizon për 8-5. Lojë mirë e dyja skuadrave, aksionet të mira, mirë të ndërtuara, dhe barazohet tani me 2 treshe rresht Bashkimi e barazon rezultatin. Zeçiri e ngrit, e kap atje mirë, po nuk dorëzohet Green, bukur deporton Smith, dhe derisa pritnin që topi të del jashtë autit, Green nuk u pajtua me ata. Elshoj një sprint atomik dhe asistoj për Smithin, për e përsin e partë të Bashkimit. Kemi një mini seri tani prej 8-0. Tentimi i Shirkos e huq, por s'ka problem. Haxhosaj është aty për të barazu shifrat. E patëm një seri prej 8-0 të Bashkimit në start. Green bukur deporton deri në fund, e rikthene përsin prej 2 pikëve të Bashkimi. Haxhosaj i ndihmon atje Mekicit, i cili përcillet bukur atje nga dora e djathtë. E ndron topin në të majtën dhe barazon.
për 12-12. Lojë e bukur në start. Smith tenton për treshën, nuk realizon, por aty është Jetmiri. Lëvizje bukur e Jetmirit. Një pasim atje, po kam problem tani në këto 2 minutat e funit me kontrollimin e topit. Lojtarët e Borës, Haxhosaj, një tentim atje e ishte penguar nga Erik Kopsi. Shkakton edhe faul ndaj Valon Bunjakut. 5 pikë të Haxhosajt, i cili ka dhe një kërcim, një asistim dhe një top të vjedhur. Gjysmën e pikëve i ka shënuar kapitenin, në anën tjetër të bashkimi me 7 pikë të realizuara Wendell Green dhe 5 Smith. Tandemi Green-Smith ka shënuar gjitha pikët e mysafirëve. Çdo gjë e niveluar. Deri tash 12-12. Green bukur atje, Kops shkon atje, i kryon vetës hapsin, po s'ka nevojë mi kryu hapsin, sepse Wendell Green e lancon te vendi e dërgon për 12-15 e përsia më lart, treshja e tretë e bashkimit. Në anën tjetër ishte i shtyr atje, oj, me kiqe huq atje, lufton atje Zeqiri, e këshyr referin i cili heshti edhe një tentim, kadri që e shikoj atje, pati kontakte, si do qoftë ecin tutje. Green, driblingi bukur atje, kërkon hapsin atje. Fauli Jetmirit, ka drejt Jetmiri që thote atje, fauli nuk e referove, absolutisht ka të drejt, sepse ishte i shtyr. Vlau kundër vlaut. Jetmiri kundër Lejsonit, e përcel prapa Green, sa bukur Green depërton, e komplikon, Kops e përmirëson dhe rezultatin në 12-7 ngrit, kundër sulmi shpejt atje për Jetmirin, i cili e huq, faul ndaj Haxhosajt. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira, me të vërtet janë 3 tentime për 2 pikë, të cilat skuadra e Borës i huqin nën kosh. Edhe kjo e Jetmirit është një prej tyre, parës Mekiqi e huqi, pak ma herët edhe Dioni Haxhosaj, dhe 10-4 janë tentimet për 2 pikë, një treshe ka realizu deri tash 12-17 metët, i huqte 2 gjuajtjet e lira, Dioni, e tani 3-2 pikësha, natyrisht i duhet Rezart Mehmeti, duhen treshet e ti, sepse Green bombardoj parës me 2-3 pikësha resht. 100% efikas. Një treshet tjetër e shënoj Smith. Lomax Mekiqi lufton atje Zeqiri, Jetmiri. Patëm një mismatch, një ndrim të gabueshëm të lojtarëve, mbeti Bunjaku në Jetmirin dhe natyrisht s'ka zgjidhje tjetër post shkaktoi faul. Nga loja largohen Haxhosaj dhe Shirko, në lojë inkuadrohen Woods dhe Arez Mehmeti, muskujt e Woodsit dhe treshet e Arezit. Të shohim, Mekiq nuk zhuan, tenton atje kësaj radhe. Kemi një autokosh nga Max Smith, rrot shihet, po shihet ja pra. Max Smith realizon autokosh 14-17, po me dhe këto. Në anën tjetër, topi hamendet, atyna mos sympati aty pa kontakt nga Rezi me Bunjakun. Lomax dyfishohet, Lejsoni shumë bukur atje, tregon vetën dhe kthehet mrapa për ta mbrojtur vllaun e tij. Woods dhe Kops, dueli i lojta, sa bukur atje, luftojnë Arez Mehmetit. Kjo është huqja e 4 nën kosh për 2 pikë. Tani kemi dekoncentrime të lojtarën në anën tjetër, edhe Green e huq për 3 pikë, e pat nga afërsia ishte kjo huqja e 4. Mekiq dhe Woods më në fund
e pesta e vërteta realizon për të afruar rezultatin 16-17. Është e pakuptueshme dhe s'ka faj me të vërtet trajneri Rakočevići që po e kap kokën këtu në thellësi atje, po faulli Mekićit. Kërkon Mekići ndihmën poshtë që të mbyllet prapa shpinës. Ja, edhe njëherë autokoshi Mek Smithit në tentim për të kapa top. Pati aty pak edhe shtytje të dorës Lomaksit, po si dhe qoftë, s'ki çka të bën. 16-17. Smith dhe Coops ullën për të pushu në loj. Dirk Williams i hatashëm, me të vërtet lojtari mrekullueshëm së bashku me Samir Zekićin. Samiri tenton, nuk realizon kundër sfullin shvejt 4-3. Jetmir Zeçiri për mrekulli kësaj here nuk e lëshon rastin për të rikthyer për Singa 12-17. Tani kemi një mini seri prej 6-0. Williams ndalet në mënyrë të paljuar nga Woods. Dirk Williams, pra fundori 196 cm, i cili erdhi në Kosovë nga Hapoel Eliati nga Liga e Parë e Izraelit. Me vërtet ka luajtur Williams edhe në elitën franceze për skuadrën Chalon Sound, pastaj ka luajtur edhe në Britani, në Hungari dhe Izrael për nga edhe erdhi. Vlen të cekët një gjë te Dirk Williams, se kudo që ka luajtur ka pasur mesatare mbi 15 pikë, pra në fund të kampionatit, dhe aktualisht pra Dirk Williams ka një mesatare prej 15 presje 5 pikëve, 5 kërcimeve dhe 2 asistimeve. 18-19. Shënon 2 pikët e para. Lomax, lëvizje bukur. Woods mbeti i vetmuar me këmbë atje. Tenton Jetmiri, por nuk e lejon pasimin Lejsoni. Adem Mekići, lojtari më i dobishëm, gabon pasim atje. Në 28 dhjetor, Mekići mbushi 29 vjet, lojtari i cili erdhi nga Kroacia, ku me zarën dominoi në 2 vitet e kaluara. Pra 24 edicion e kaluar e fitoi dobletën, pra edhe kupën edhe kampionatin në Kroaci me skuadrën e Zarës. Dirk Williams i hatashëm. Ju thash parës. Ja, pra as 2 minuta loj 5 pikë me njëherë. 18-22, vjen edhe treshja e 4 për mes Williamsit për sa bukur e pa Jetmiri atje. Lomax e kthen topin unda në mënyrë të palejuar. Pasim fenomenal. Edhe njëherë shikoni Mekići për Jetmirin i cili e pa. Arezi për Lomaxin i cili ndalet nga Samiri në mënyrë të palejuar. Kam plotësuar të 2 skuadrat bonusin. Rez Mehmeti nga pozita e tij nuk realizon për treshë, mbetet +4, do të rikthehet Shirko në lojë. 80 sekondat e fundit në çerekun e parë. Kroati, tash i cili tash e 5 vjet është në Kosovë, i lindur në Shibenikun e bukur, dhe treshja e 5. E dyta resh dhe e 5 sonte për bashkimin i cili 15 nga 25 pikët e realizuara deri tash i ka shënuar përmes tresheve. Woods për mrekullin nga ana e kundërt të tabelës e afron rezultatin 20-25. Me vërtet këto serit ka 6-0, 8-0, po ndrohen në të dy anët. Po shkojnë skuadrat dhe në 6-7 diferencë, 7 ishte maksimumi të këtë dyja ekipet. Atje për mrekulli depërton deri në fund dhe Green realizon për 20-27. Woods, rollingi bukur i Woodsit, pivoti mirë i tij. Pas rollingut e pa të ndal edhe pivotin e detyroi Samirin që ta ndal në mënyrë të palijuar për 22-27. Kjo personalja e dytë e Samirit eksprese, ullet Mekići për të pushu në loj
Tashmë 31 vjeçi nga Shibeniku, Henrik Shirko. Majtaku Woods. Lanson nuk realizon, e ka pak problem Woods i realizimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 45% të efikasitetit. Ajo është lojtar në të cilin e din kundërshtarët se në fund të lojës duhet të shkaktojnë faulla. Green atje Inga. Nga trohët mirë, po e përmirëson për të rikthyer përsin më të lartë që e pati parës Bashkimi. Prej 7 pikëve 22 me ndeshjen. Definitivisht nesër duelin mes dy skuadrave më të suksesshme gjitha kohëve, të cilat aktualisht janë në ndjekje të Bashkimit, skuadrës e cila si vjet pati një start fenomenal 7-0 në ciklin e parë, pastaj diametralisht të kundërt, vetëm 2 fitore kundër Borës e Prizrenit dhe 5 humbje, po me të filluar pranvera hyn në një ritëm të mirë e rikthyen leadershipin, duke i falenderuar edhe formës dobët të Trepçës. Gjuan atje Williams, Zeqiri për mrekulli, lufton, e shpëton këtë atje Max Smith, lufton dhe e shpagun atje, e lan borxhin për atë autokoshin e realizuar. Kjo është e përsia më e lartë deri tash e Bashkimit prej 9 pikëve. Shirko me Lomaksin, Woods i bën blok Lomaksit, Rez Mehmeti nga një pozitë e vështirë tenton, nuk realizon, s'ka problem. Lomax luajti me këmbë atje Williams. Do të jenë 14 sekonda në semafor, po. Edhe njëherë lëvizje bukur mashtruese atje e Lomaksit. Nuk ka faj që thonë pse nuk gjuajti me njëherë. Ja, po shirni trajneri Janković po bën punë të mirë me skuadrën e tij, po e ruan leadershipin. Një pik dallim ndaj Trepçës, Trepça një pik dallim ndaj Prishtinës. Të dyja do të jenë mysafire të Cigal Prishtinës në qintat e fundit. Atje lufton mirë, po topi me fat i kthehet Williamsit, i cili ndalet në mënyrë të paljuar nga Rez Mehmeti dhe i duhet me kiqi më njëherë atje Rakočevići. Do të kthehet edhe për herë të parë sonte në lojë, do të inkuadrohet Musab Mala. Mend Alex Lomaksit. Të shohim nëse do të përshpejtoj lojën e Borës Musab Mala, lojtari i cili edhe në mbrojtje është i arzakonshëm, por edhe në sulm me treshet e tij dhe depërtueshmërinë. Lomax në pjesën e deri tashme, lirish mund të themi se e kreu punën e tij jo ashtu si presin, edhe pse i ka 3 dyshe të pikëve, kërcimeve dhe asistimeve. Lejson Zeqiri atje kërkon rishikimin, mirë po trajneri Janković thot ecim tutje, luajmë, 9 pike për si mbet. Sa bukur atje Shirko, mirë po rishqiti topi. Shumë është interesant sonte, po i bëjnë lëvizjet e mashtruese të mira, mirë po në fund po huqin ja edhe njëherë, huqja e 6 nga afërsia e lojtarëve të Borës. Rez Mehmeti me tentim për 3 pikë dhe realizon për 25 me 31, e zbutat disavantazhin më të lartë prej 9 pikëve. Kjo është treshja vetëm e 2 të Borës, pas asaj të Shirkos në start kur shënoi për 3-0, pa kërcyer fare, ju kujtohet
e fillojnë ndeshjen me 3-0, treshën e tij Henrik Shirko. Më pas, pra 6 treshe arresht i huqi skuadra e Borës, derisa në sken nuk doli Rezart Mehmeti për të realizuar 3 pikët e tij. Është interesant themi se është ky tentimi i 4 i Rezartit. Pas 4 tentimeve vjen treshja e tij dhe pikët e para për Arezin. Më i miri edhe më tutje mbetet Dion Haxhosaj, kapiteni, me 5 pike, 3 kërcime dhe 1 asistim. Në anën tjetër kemi Wendell Greenin, i cili deri tash ka realizuar 14 pikë dhe i ka 3 asistime, pa humbur asnjë top, ka vjedhur edhe një top Wendell Green. 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira, 2 treshe nga 3 tentime, ja. Dioni edhe më tutje lojtari më i mirë i Borës është duke pushuar. Bunjaku organizon sulmin e Bashkimit. Williams, mbrojtje e mirë e Rezit atje, me njëherë pranë Williamsit, shumë i lëvizshëm është me të vërtet. Arsenalin e lëvizjeve mashtruese, finteve e ka të hatashme, çfarë pasimi i Williamsit, lojtar fantastik, e çmend atje Rakočevićin, bëri slalom, e krijoi hapësirën, e pasoj asistoj për 25-33. Smith atje realizoi, Mekić për Erez Mehmetin. Topi po lëviz ballore atje të treshës, sikurse në handball të lojtarët e Borës. Nuk po ka depërtime, nuk po ka lëvizje të lojtarëve, shumë statik janë dhe nuk po përgjigjen në mbrojtjen zonale të Bashkimit. Woods undal me faul. Zekici largohet për shkak të 3 personaleve, 3 faula deri tash. Bukur atje Musab Mala, tenton, nuk shënon. Bejsoni për Smithin. Kops dhe Shirko luftojnë atje në pozitën e postit të ul. Shirko me përvojën e tij u mundua ta fut në atë këndin, në atë kurthën, mirë po pas sukses, dhe kjo është e përsia e parë 2 shifrore sonte pas pikëve të para të Kopsit, plus 10. Musab Mala përballë ka Valonin Bunjakun, 2 kolegët nga përfaqësuesja e Kosovës. Me këmbë luan atje Erik Kops. Mala pret që ta pasoj topin. Patën të lashe me rivënjën e topit. Mala blokohet për mrekullin nga Smith atje, dhe sonte i pa disponuar në kundërsun Williams, i mrekullueshëm për 12 plus, e përsia më e lartë do të kthehen Lamax dhe Jetmir Zeçiri, mungesa atyre në parket. Undi e kësaj here, Mekić për Shirkon, në anën tjetër tentim, topi hyn e del nga koshi, edhe time out kërkon trajneri Rakočevići, totalisht i pakënaqur me këto 2 minutat e fundit të skuadrës së tij. Një start fenomenal i Bashkimit. 37 me 25, 8 me 2, 8 me 3 më falni, deri tash.
Këtu sonte javën e kaluar ishte Bora Niko Qire, pati dialog të nxehtë me Jetmir Zeqirin Rakoqeviqi, sonte me Musab Malën. Shohim nervoze madhe e tij. Bërtimat të tij drejtuara sonte Musabit. Musabi nuk u përgjigj, nuk ja ktheu fare, por kjo po shkakton nervoz te lojtarët tjerë. Të shohim se si do të reagojnë. 25-37 Smith përballë ka Lomaksin. Tentimi Smithit nga distanca e madhe në qintat e fundit nuk qëlloi. Mekic. Tash 4 minuta, nuk ka pik për Borën. Rez Mehmeti tenton dhe kur ndal loja e dërgoi te vendi. Të shohim është personale e para. Shumë nervoz Rakoqeviqi. Me një fitore eventuale ndaj Bashkimit, matematikisht mbetet në garë. E humbja faktikisht i humbe dhe shpresat për të luftuar për play-off. Mekiqi është kjo hera ndoshta e 6 bashkëlojtarët e përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut, Mekiqi dhe Lejson Zeqiri. Lomax, bukur depërton, mire pa Mekiqin, i cili nga një pozitë e vështirë tenton. Rez Mehmeti e përmirëson, nuk realizon, e kap këtë top Mekiqi, bukur për Vucin, i cili depërton, blokohet nga Valon Bunjaku, herën e parë. Mirë po a faulohet nga Erik Kopsi. Nuk janë duke e sfiduar. Këtu nuk pashun se pat faul. Sidoqoftë kosh faul për Vucin, i cili realizon edhe nga vija gjuajtjeve të lira për 28-37. E zbusim pra atë disavantazhin më të thellë. Woods 9 pike, 3 kërcime. Woods bëhet lojtari më efikas. Tentim për Erik Kopsit. Kërkon Rakoqeviqi që të mbyllet atje koshi. Lejson Zeqiri nga plani i dytë fluturon, e kap këtë top dhe realizon për të rikthyer përsin dyshifrore 28-39. Asgjë nuk po i shkon përdore skuadrës Borës. Ka të drejt Jetmiri këtu që po hidhrot, këtu janë pranë bankës Borës. Apo doj me lujtë mbrojtja, apo doj me mbyll koshin, apo çka po doj me bo? Me të vërtet shumë mbyllje e dopt e koshit nga ana e Borës, në të mbëdhjet kërcime të rishtash, nga ana tjetër se Bashkimi ka 16 kërcime. Shumicën e koshave të realizuar nga rastet e dyta second chance points, thonë i realizojnë nën kosh dhe kërkon mbylljen e lojtarëve. Edhe Jetmiri ka të drejtë që po ne vrikoset atje trajneri Rakoqeviqi. Mos mbyllja e lojtarëve po i kushton shumë shtrejt. Dominimi lehti Borës në kërcime dhe asistime, mirë po treshet dhe gjuajtjet e lira mbeten ato të cilat po i mundsojnë dominimin prej 11 pikëve. Mbetet me ato 5 treshet e qerekut të parë Bashkim. Sa bukur atje, mirë po më i shpejt është Lomax, i cili pas time-outit depërton derën në fundi pandarshëm për 30-39. Lejsoni për Bunjakun. Pick and roll me Kopsin. Ja pason në tërsi. Mirë po.
Mekiqi e vodhi këtë top. Referi Gjekovic atje e ngarkon me personale. Smith përballë ka Mekiqin, foul i vllaut ndaj vllaut. Jetmiri ndaj Lejsonit. Është plotësuar bonusi. Fauli Mekiqit, ja e pam ato pak më herët. Pse menduam se nuk e kishte prekur, vendimi drejt i referit Gjekovic. Se e kishte tërhekur për dore. Herën e dytë nuk realizon, betet rezultati 30-40 rumbullak. Jetmiri tentoj tresh, sa lart atje kërceu Valion Bunjaku. Smith bukur për Kopsin i cili depërton, ka këtë top. I shpjegon atje proteston pak Jetmiri për këtë faul ndaj Kopsit. Do të ndëgjuajtje të lira për Erikun, cili ka një efikasitet prej 65% nga vijagjuajtjeve të lira. Herën e parë realizon për të rikthyer 11 pike përsi. Dion Haxhosaj moti nuk ka hyrë në lojë, me vërtet Dioni nuk e di, shumë pak minuta për Dionin, i cili meriton shumë më tepër të luajë, vetëm 6 minuta, 5 minuta 46 sekonda lojë, 5 pike 3 kërcime, një asistim. Largohet Jetmiri, përshëndetet atje me trenerën e bashkimit Jankovicin, edhe s'ka faj. Fauli tret, 3 faula për Jetmirin, i duhet në pjesën e dytë trenerit Rakočević, një për shtyllave kryesore të Borës. Rez Mehmeti prej 9 metrave atje tenton, nuk realizon, por s'ka problem, sepse Woods është në vend për të afruar në 32-42, kur ka mbetur edhe 2 minuta lojë. Williams përballë ka Mehmedin, Kops, lëvizje e mirë mashtruese. Smith sa bukur e ndërtuan këtë aksion. Lejsoni nuk e qëllon. Williams kërkon hapësim për të gjuajtur, e krijon atje, dhe nuk e lëshon vete e krijon hapësinën, vete krijon situatën për treshe me driblingun mes këmbëve. E dërgoj brenda Kinse, do të depërtoj në brendi, tërhiqet mrapa dhe realizoj. Ja, po shinin nervoze madhe. Rakočevićit me lojtar. Pas malës, tani edhe me Dion Haxhosajn, një komunikim jo fort i mirë. Bortima thash javë më parë pati një përplasje me Jetmir Zeqirin dhe dërgoi në zhveshtore. Sonte të njëjtën gjë po e shohim midis Rakočevićit dhe malës dhe Dion Haxhosajt. I paknaqur, ja, e do zemi atje legjenda e basketbollit Prishtinas dhe Kosovar në përgjithësi, basketbollisti më i trofeshëm i gjitha kohëve, Edmond Azemi, 37 trofe, 36 në Kosovë dhe një në Island si kampion me Reykjavikun. Dirk Williams, 10 pik, një asistim, 2 kërcime, me të vërtet i hatashëm, shumë pak minuta në lojë. Dirk Williams, 11 minuta lojë. Pra, nuk është pak mirë, po rendimenti i tij është fenomenal.
një dyshe që luan nga një tentim 3-2 për treshe 2-2 për gjuajtje të lira 10 pikë për 11 minuta. Shumë lojtari falenderueshëm. Mekiqi depërton deri në fund. E huq Zekiqi shpejt e Bunjaku. Smith e pret Lejsonin. Në anën tjetër i vetmuar Bunjaku, lëvizje bukur mashtruese. Jetmiri është kthyer në parket përkundër 3 personaleve. Smith tenton. Zeqiri më i larti në kërcim. Po hym në minutën e fundit të pjesës së parë. 13+. Lomax atje. Lufton Jetmiri edhe e huq. Asgjë nuk po i shkon për dore Borës. Williams për Zekiqin. Janë ngritur të gjithë në këmbë për treshe. Mirë po e huq Lomax. Nuk ja pason topin Mekiqit. Dhe e bën atë që një playmaker zguxon me bo me udhëheq dhe mundon gjysë të fushës me top në dorë, pa lidhje, pa vizion. Woods tani Majtaku. Ja po e shihni këtu edhe Besim Brahon, i cili ne vrikosit dhe ngritet atje pas këtij tentimi të Woodsit pa rezon. Sa duhej ndërtuar aksioni, ngutet në tentim Williams. I hatashëm, me të vërtet. Po vendimi për të mos pranuar ky kosh, do të shohim nëse koshi duhet të pranohet apo jo, a ishte para kohe apo jo, të shohim. Me të vërtet shumë vështirë ishte për të marrë vendimi, mirë po kanë marrë vendim të drejtë, sepse e pat, pra drita e kuqe në tabel ishte ndezur kur topi ishte në dorë. Ishin në pyetjet qintat e sekondës. 32 me 45 sekondat e fundit, Lomax ndalet në mënyrë të palejuar. Edhe 5 sekonda deri në fund do të jetë rivënje e topit nga anash. Rez Mehmeti do ta bëjë këtë. Mekiqi është atje në kënd, por shikoni si e përcjell Williams. Rez Mehmeti i krijon hapësinë, tenton, nuk realizon. Bashkëpunimi mirë i dy shkupjanëve, Jetmir Zeqirit dhe Rez Mehmeti, tentim për treshe dhe mbetet 13 pike përsi për bashkimin, 32 me 45, pa dyshim se dominimin në pjesën e parë bashkimi e siguroi duke i falenderuar 3 pikshave efikasitet. Ndaj Trepçës dhe pasi e deklasoi me gjysmë ekipi në mungesë të shumë lojtarëve 7 lart Sigal Prishtinën, ja po udhëheq edhe ndaj PES, një ringjallje e skuadrës Therandase. Bekim Axhunin e ekranit e juaja me vëmendje po e përcjell këtë ndeshje. Është kjo ndeshja, dueli i 4 midis këtyre dy skuadrave si vjet. Me 6 tetor bashkimi fitoi në Seza i Suroj 91-78, Bora befasoi me 7 tetor 87-86 dhe me 22 janar bashkimi fitoj me rezultat të thellë 94-76, 5 startuese. Mala po e shohim. Tentoj atje që ta pason topin te Jetmir Zeqiri, nuk arriti. Lomax, Mala, Mekic, Jetmir Zeqiri dhe Woods, 5 startuese e Borës. Në anën tjetër, Grim Bunjaku, Lejson Zeqiri, Cops dhe Smith, i cili shkoi atje në kant. Nuk e pan, është pozita e Smithit. Shikoni se si po e kërkon topin. Cops nuk e pa, Jetmiri më i larti
në kërcim është ky kërcimi i 10 i Jetmirit. Myti shkreti tu kërcy, po i vetmi i cili po i mbyll atje lojtarët. Mala po lufton Woods, depërton atje, rollingi ti, bukur. Kësaj radhe për mrekulli e bëri atë Derek Woods, pika ti e 13 kërcimet të ti për të ofruar rezultatin në 34 me 45. Më e lartë, opa, kanë të drejtë që po ankon atje sepse ishte udhëheqje dyfir sidoqoftë kundër sulmi shpejt, coast to coast, depërton Mekić, nuk realizon, atje këte top e kap Zeqiri i rëshet, por Woods e përmirëson të veni për 36 me 45, pika e 15 e Derek Woodsit. Edhe një kërcimi Jetmirit i 11, edhe pse i ka vetëm 2 pikë, nuk ka tentuar shumë. Në fakt, nga 5 tentime, 1 dyshe. Ja, ish bashkëtarët e Mala dhe Zeqiri duhet të presin derisa Woods të lidh patikën e tij. Wendell Green në ekranet e juaja ishte i heshtur në çerekun e dytë. 14 pikë të gjitha i ka realizuar në çerekun e parë. Smith përballë ka Woodsin, bukur depërton dhe Mala e ndal në mënyrë të palejuar. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Wendell Greenin. Është i pagabueshëm me të vërtet një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira në Superligën e Kosovës. Apo jo, më falni, është Smith, ai i cili u ndal në mënyrë të palejuar. Realizon Smith, Max Smith. 65% të efikasitetit nga penalet. Herën e parë i sakt, edhe herën e dytë realizon. Është kjo pika e 11 e Smithit, lojtari i tretë me pikë 2 shifrore. Me vërtet te bashkimi ai i cili nga të huajt po më lëm për shtypje është Dirk Williams, rendimenti i tij është fenomenal. Woods në 100-at e fundit, gjuajtja atje, shikoni edhe një herë Jetmir Zeqirin si lufton, si luan atje për mrekulli. Mala për Woodsin i cili koshin e shmonton për 38 me 47. Edhe një herë Mala bukur atje te Derek Woods, i cili e ngulit Aloqandra, i cili erdhi nga Kili dhe Liga e Kampionëve e Amerikës Latine, FIBA Liga e Kampionëve. Opala, shkon aty me Mekići, shkakton një faull shumë pa lidhje, e pranon ato me një herë. Tentimi i tij për ta blloku Wendell Greenin. Kontakt atje me dorë, kosh faull, 38 me 49, Greeni pagabueshëm nga vija gjuajtjeve të lira sot. 2-2 dhe tani 3-3. Pika e 17 e Greenit, 11 piki ka Smith dhe 10 Dirk Williams. Lomax e kthente Jetmir Zeqirin nga një pozitë e vështirë, tenton për treshe, topi i kthehet Lomaxit. Jetmiri futet në pozitën e postit të ulët. Lomax blokon, u fut në mal pas akis, lirish mund të themi atje, Lomax e komplikoi. Po ku po shkon, o zotni Lomax, shansa s'ki aty me kalu, Lejsoni bile duke shiku pak sy fare hiq, atje ja qëroj, ja seroj një banane. Woods tentoj atje, e huq Max Smith, një karambol i vërtet dhe luan me kënd.
shkak të protestave, atje vrejtje e parë nga referi Arjan Thaçi për Max Smithin, cili protestoi se kishte luajtur me këmbë atje. Lomax bukur atje, Eshe Mekiqin e vetmuar, i cili tenton dhe kësaj radhe treshën e realizon për të afru rezultatin në 41-50. Është kjo treshja e tretë e Borës sonte në përgjithësi. Zeqiri, dy bashkëtojtarët e reprezentacioni i Maqedonisë, kërkon atje faul dhe kontakt. Lejsoni, vllau kundër vlaut, kësaj radhe Jetmiri është më i suksesshëm. Kërkon kontakt atje Lejsoni. Pas asaj loje 1-1. Mirë po, në aksionin e radhës, Jetmiri bukur atje, pat se si u përbirua pram vllaut të tij, realizoi 43-50. E përsia më e lartë prej 13 pikëve u shkri tani në vetëm 6, 44-50. E tani ka filluar të kontribon edhe me pikë, 5 pikë dhe 10 kërcime për Jetmirin. Dirk Williams i vetmuar atje, huqja e tij për 3 pikë, huqja e parë në sa bukur e bolli këtë top. Woods, Lomax, e sheh korridorin e vetmuar, bukur atje. Kjo është hera e 10 jubilare që huqim për 2 pikë nga afërsia. E tani në kosh faul përgjigjet edhe Smith. Kjo është personalja e 4. Ka të drejt. Ka të drejt aty Jetmiri që po i dhrot në Mekiqin, sepse po e lë lojtarin e vetmuar, nuk po e luan mbrojtjen ashtu si duhet dhe kjo po ja vështirëson. Në anën tjetër, Jetmiri u ndëshkua me personaljen e 4, si u dhoshtë reagoj atje ndaj Smithit, i cili me 3 pikët e tij e kthen rezultatin përsëri në 9 pikë përsi. Lomax dhe Bunjaku. Oj. Fall në sulm për Jetmir Zeqirin, i pesti. Shumë nervoz. Shka faj, sepse nuk pati ndihmë të lojës në mbrojtje. I vetmi i cili sonte te Bora luajti mbrojtje ashtu si duhet ishte Jetmir Zeqiri. Të tjerët po kqyrin seri me sy. Lejsoni për mrekulli atje në thellësi, tentoj me pasu, por Lomax ishte te vendi. Sa bukur Lomax. Mekiq kërkon blok nga Woods, i cili i hutuar atje po e shikon. Sikurse të ishte ndeshje që duhet të shikohet në televizion. Atje Eric Copes për mrekulli, Lomax e mashtron në tokë, e dërgon dhe vetë realizon për 46 me 53. Edhe 4 minuta 40 deri në fund të çerekut të tretë. Ja vjen topin Mekiq Lejsonit. Temala. Shpejt lëviz topi Lomax. Tentim për 3 pikë nga distancë e madhe dhe tani edhe treshja nga Mekiqi për 49 me 53. Si duket e kanë ruajtur atje energjin për të përgjigjur në fund të çerekut të tretë lojtarët e Borës. Disavantazhin më të thellë prej 13 pikëve. Edhe një herë të shohim topin e vjedhur nga Mekiqi kundër sulm i shpejt. Mala, i cili me njëherë e pason në anën tjetër, e pat bashkëpunimin Mekiq Lomax pas atij pasimit të Malës.
Lomaxi asiston për Mekicin I cili realizon treshën. Pika e 10, lojtari I dytë I Borës me pikë 2 shifrore, pas Woodsit, ka 17 pike 6 kërcime. 10 pikë të Mekicit I cili ka dhe 4 asistime, ndërsa lojtari me një 2 shifror tjetër, atë të kërcimeve, është Jetmir Zeqiri, 11 kërcime, 5 pikë. Mirë po fatkeqësisht për skuadrën e Borës, lojtari I cili luajti mbrojtjen më të mirë sonte, u ndëshkua me 5 gabime personale, natyrisht kur të tjerët po flajnë dhe nuk po luajnë mbrojtje, atëherë Lomax asnjë personale, Mekici vetëm një personale, jo, më falni, Mekici ka 3 personale, Shirko 1, me të vërtet faulli Musab Malës, dueli I 2 lojtarëve me numër 6, Musab Mala dhe Valion Bunjaku. Shok në përfaqësuesën e Kosovës, bashkëtar në përfaqësuesën e Kosovës. Bora ka plotsu bonusin, 5 faulla në këtë çerek. Vetëm një e ka Bashkimi, Isak nga vija gjuajtjeve të lira. 49 me 54. 49 me 55. Pick and roll Woods me Lomaxin, Brez Mehmetit, e përton në brendin, dalet në mënyrë të palejuar nga Valion Bunjaku. 2 gjuajtje të lira, thot Referi Thaçi. Isak nga tentimi I parë. Sonte nuk e kemi parë asnjë moment në lojë kapitenin Altin Morinën, edhe ai I lënduar Williams. Dy fishohet atje Rez Mehmeti. Gjuajtje të lira, 55 me 51. Rezultati për Bashkimin, Bunjaku I sakt. Shohim asnjë minutë deri tash për Meriton Ismailin, me të vërtet lojtari I cili para 3-4 viteve ishte një prej shpresave më të mëdha të basketbollit kosovar, në kohën kur Damir Mullameroviqi e udhëheqte Sigal Prishtinën me 18 vjet, luajti në përfaqësuesën A me Prishtinën në FIBA Europe Cup. Tani asnjë minutë nuk e luante Bashkimi. Një çfarë treshe atje përsëri I hatashëm është Dirk Williams. Me të vërtet po them një prej të huajve më të mirë aktualisht në ligën tonë, për shumë pak minuta, snajperist I shkëlqyeshëm. Depërton atje Mekici. Blokohet. Do të jenë edhe 5 sekonda loj. Malja tenton e huq mirë, po Mekici e kap këtë top, e kthen te Lomaxi, lëvizje mashtruese. Pa menduar aty Lomax, me vërtet nuk e kuptoj. Ja, treshe Williamsit, nuk e kuptoj se si mujti Lomax me ja pasu topi mrapa Mekicit, I cili ishte jashtë fushës. Playmakerët duhet të jenë pak më inteligjent se aq. Bunjaku, sa bukur, mirë po, drejt dhe në duart Lomaxit. Për mrekulli e mendoj këte pasim
Bunjaku. E pa të vetmuar anash, por Lomax u gjenda aty. Edhe 4 sekonda. Williams. Deport, çfarë pozite e vështirë atje, e pa të fluturim thi anash në sekundën e fundit, tentoj, për pak nuk realizoj. Dirk Williams, Mekic dhe Mala, shkojnë me tetëshën aty, Chris Cross, Mekici deporton, e kthen topin Terez Mehmeti prej pozitës së vështirë, lancon, dhe Arezart Mehmeti treshën e realizon për 54 me 60 afrohet për sëri në 6. 2 minuta 10, topi shpejt lëviz Bunjaku, lëvizje mashtruese e ti, mirë po Mekici qëndron në vend atje, nuk arrin ta mashtron Mekicin, punon atje, i kryon vetës hapësir, nuk arrin të realizon Bunjaku kundër sulmi shpejt. Lomax, dalet në mënyrë të palijuar, është kjo personalja e tret e Prizrenasve. E 4-ta për Valjonin, të cilin e pushon tani trajneri Jankovic. Kthehet në lojë Lejsoni. Lomax për Mekicin, tentimi Mekicit me edhe një treshe. Dhe e ndrejt snajperin e ti, 57 me 60 kërkojnë loj pa faul. Mbrojtje agresive, por të vëmendshme, pa faul. Lejsoni për Kopsin. Williams, Mekic, ja tregon dorën edhe sulmi ka skaduar. Mbrojtje mirë tani e Borës, e cila e shkriju e përsin në vetëm 3 fal tresheve të Mekicit në këtë çerek. 57 me 60, po hym në minutin e fundit. Lomax e shet të vetmuar Musab Malën, tenton, nuk realizon, por topi kthehet Lomaxit, depërton deri në fund dhe afron në vetëm 1. Po shndrohet në dram kjo loj, si do të përgjigjet Lejsoni. Dueli i 2 shkupjanëve Lejsonit e Arezit, tentim i Erik Kopsit, i cili e hush dhe tani pas gati 29 minuta. Ufa, çfarë deportimi i Borës atje, do të duket se kam pranuar pikët, apo çka ka ndodhur nuk e kishim të qartë. Do të rishikojmë situatën. Tabela është prekur sipas referve, por është prekur në anën e kundër të tabelës dhe nuk ka ndikuar që topi të hyjë në kosh. Ky është shpjegimi i referve, pra shënimi nuk pranohet, s'ka pik. Në anën tjetër bashkimi tenton atje, nuk ka shënim. Williams, Woods është atje pran, Kops me Malën, në anën tjetër shkon për Greenin, Green depërton me tabel, tenton të realizon Woods,
e kap të top edhe 5 sekonda. Lomax a do të kaloj për herë të parë sonte pas fillimit në epërsi. Lomax nuk realizon, betët 59 me 60. Pra epërsia e fundit e Borës ishte ajo prej 8-5 në minutin e 2 të duelit. Rezultati barazohet pas 28 minutave loj. Së fundit ishte 12 me 12. Pas asaj treshe të Grinit, Bashkimi kalon e përsi dhe nuk e lëshoj më deri te kjo gjuajtje e lirë e Lomaxit, i cili pas 28 minutave loj rikthen e përsi në favor të Borës në 61 me 60 me vërtet një loj shumë e çuditshme sonte. Shikoni, 29 me 15 qereku i tret, Bora kthehet në loj, një pikë e përsi. Dhe 10 minutat e fundit do t'jenë shumë interesante. Pas daljes Jetmir Zeqirit nga loja, përgjithësinë e morën Mekishi dhe Mekishi natyrisht mungesë e madhe është edhe mungesa e Cambridge-it të lënduar në anën tjetër të Bashkimi, pra sonte po shohim që mungojnë përveç Mekinisit dhe Altin Morina. 61 me 60. Ju rikujtoj se këto dy skuadra janë takuar 3 herë deri tash dhe secila ka fituar në palestrën e vet. Kops atje nga gjysmë distanca realizon për 61 me 62. Mekic, bukureshe këtu protestojnë edhe në semafor nuk është ndruar qereku i tret, ndërsa këtu trajneri Rakočević u ndëshkua me teknike pas protestës se u pretendua se topi ishte në rënje e sipër. Do t'ishte mirë që të shohim atë kosh në reprizë edhe një herë. Topi ishte në trajektore të rënjes kur u bllokua, sipas trajnerit Rakočević, i cili pas protestave u ndëshkua me teknike. Protestat e tij natyrisht janë për teknike, mirë, po a pati drejt për këtë reagim apo jo nuk e pam, do ta shohim në ndonjërin prej pauzave pak më vonë. Topi vjedhur atje, vetë 61 me 62. Po bëhet ndeshje shumë interesante dhe dramatike. Mekishi i rrëshqet topin, nuk arrin të gjuan për 3. Woods e kthen topin te Mala, i cili depërton për Woodsin, i cili ndalet në mënyrë të paljuar. Do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Lejsoni e ngri dorën, do të jetë personalja apo jo. Është Valon Bunjakua i cili kishte shkaktuar personale. Ja, Rakočević, po e shihni edhe ju vetë rastin. Më duket se topi ishte në trajektore të ngritjes, nuk ishte në trajektore të rënjes, kështu që vendimi referve po më duket se ishte i drejt, edhe reagimi Rakočevićit i pa drejt, kështu që me të drejt u ndëshkua. Ja, edhe një herë. Ja, topi është, jo, definitivisht për këtij kandi, po shihet që topi ishte në trajektore të
Kops atje tenton për 2, nuk realizon. 62-62 rezultati. Lomax sa bukur atje. Shënimi pranohet kësaj radhe, sepse topi ishte në trajektore të rënjës, dhe këto e pohojnë nuk lejojnë atë sfidimin referët, sepse janë të sigurt në atë që e pan 64 me 62. Altin Morina, për herë të parë sonte në parket, depërton, e huq atje mirë, po e përmirëson Kops për të barazu rezultatin 64 me 64. Mekic atje lufton, atje e huk të top, mbrojtje e mirë. Fenomenale e lojtarëve të Bashkimit, e komplikoj. Altini këtu në deportim, e përmirësoj Kopsi pak më vonë, Derek Williams. Mbrojtje e mirë, e Borës më agresive, edhe pse këtu pati kontakt edhe Derek Williams, i cili është lojtar shumë i qetë, me të vërtet, shumë i kulturum. Atje bisedoj me referin edhe i tha isha i shtyr. Lomax dalet në mënyrë të paluar me të shofim. Po, Kops ishte ai i cili shkaktoi personale, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Alex Lomaxin, 100% i sakt në vine gjuajtjeve të lira deri tash, e rikthene për simpli 65 me 64. Juri kujtoj se edhe në ndeshjen e zhvilluar me 7 dhjetor në kuadër të xhiros së 11 këtu, kur Bora befasoi Bashkimin, aso kohë liderën me 87-86, pas pjesës së parë, pati e përsi Bashkimi, mirë po në fund Bora u përgjigj dhe e fitoja ndeshje në mënyrë dramatike, me rezultat minimal. 66 me 64, shumë interesant këto duelet mes të Borës dhe Bashkimit. Ndeshjen e parë në Prizren me rezultat të thellë, me 6 tetore fitoi Bashkimi 91-78, pastaj Bora 87-86 këtu me 22 janar të fundit, me plus 18 Bashkimi, note opala. Dhe tani vjen edhe treshja e Musab Malës për 69 me 64 dhe time-outi i Jankovicit, çfarë rikthimi i ekipit të Borës në pjesën e dytë. Edhe njëherë Lomaxi bukur e pa të vetmuar në kënd Musabin, i cili tentoi dhe pas 5 tentimeve të huqura të 6-ën të vendi e dërgoi Musab Mala. Janë këto pikët e para të Musabit, i cili pra shënon treshe, 3 pikë të tij, ka dhe 3 asistime. Musab Mala, e interesant është të themi se nuk ka asnjë gjuajtje të lirë, asnjë 2 pikë të tentuar nga Musabi, dhe tani barazimi me treshet e realizuara mes Borës dhe Bashkimit e bën atë dallimin, diferencën, rikthimin e rezultatit. Po i shohim të dy skuadrat i kanë nga 7 treshe, nga se edhe në pjesën e parë, sa i përket 2 pikshave, Bora ishte më e mirë dhe dominoi. Sa i përket efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira, Bashkimi i hatashëm 17-15, pra 88% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira. Ora, jo që po e mban Borën në lojë dhe e riktheu rezultatin, janë kërcimet, janë përmirësuar dukshëm 14 me 30 në kërcime,
Definitivisht mungesa e McInnesit, mesatarja prej 10 kërcimeve të tij, edhe po e bën dallimin. Lojtari i cili luante me double mesatare të bashkimi, 11.10 kërcime Gjevoj McInnes, edhe më tej mungon për shkak të thyerjes së dorës. Planifiko që të jetë me skuadrën në prag të fillimit të play-offit. Mala edhe njëherë nga një pozitë e vështirë atje airball. Kundër sulmi shpejt i Williamsit për Smithin, diagonale atje shpejt lëviz atje Green me Lomaxi, 1-1 Green për mrekulli, kalon, depërton, shpejt lëviz topi, Lejson Zeqiri tenton, nuk realizon, Smith e kap këtë top, Lejsoni edhe njëherë tenton, me faul ndalët, Lejson Zeqiri. Loj fantastike dhe dramatike tani në këtë qerek, personalja e 4. Edhe për Mekishin. Isak nga vija gjuajtjeve të lira është Lejsoni, cili afron rezultatin në 69 me 65. Edhe herën e dytë efikas. Kjo pika e 8 e tij, ka dhe 6 kërcime, një asistim dhe pika e 9 të 3 gjuajtjet e lira i realizon për të afru rezultatin në 69 me 67. Për mrekulli atje, Dirk Williams e vjedh këtë top dhe uffa, çfarë aksioni i do të jetë kjo personale jo sportive, i hatashëm Dirk Williams, si e vodhi këtë top, shikoni këtu. Tentoj e vodhi këtë top, u fauluan nga Lomaxi, vazhdoj e nguliti, u ndal në mënyrë të paliuar, mirë po paraprakisht, pra fauli ishte jo sportiv. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dirk Williamsin dhe topi anash. Ju thash edhe njëherë po e përsëris, me të vërtet një prej lojtarëve të huaj, me rendimentin më të lartë për kohën të cilën po e kalon në parket është Dirk Williams. Pika e tij e 15. E barazon rezultatin në 69 me 69 dhe topi do të jetë anash. Pra kjo seri prej 5-0 dhe barazimi i rezultatit erdhi nga 100% efikasiteti nga vija gjuajtjeve të lira, 5 gjuajtje të lira të 5 të realizuara. Zeqiri nga 10 metra atje tentoj dhe treshën e realizoi për 69 me 72. E prap përsëri, ja po shihni pas asaj e përsie prej 5 pikëve, e cila ishte maksimale edhe në atë fillim, në atë 2 minutëshin e parë të lojës, e cila u realizua në 2 minutëshin e parë të qereku të 4, 69 me 64. Funksioni i edhe një reagimi, Bled Argjeqet e kap kokën, thot prej nga atje, tentoj dhe treshën e realizoj. Lejson Zeqiri për 69 me 72, pra ekzekutimi efikas i 100% i gjuajtjeve të lira në këte minut të fundit. 5 gjuajtje të lira, 3 të Lejson Zeqirit, 2 të Dirk Williamsit dhe kjo treshe e Lejsonit, 6 pikë eksprese të Lejsonit. I mundsua një seri prej 8-0 bashkimit dhe rikthimin e -5 në +3. Po ju them edhe parës, ju thash me të vërtet një ndeshje shumë e çuditshme. Me këto mini seri prej 6-0, 8-0, skuadrat po ndrohen vazhdimisht në e përsi. Ja tani shumë shpejt
me 8 pikë të realizuara në këtë çerek. Lejson Zeqiri arritin në kuotën prej 12 pikëve 6 kërcimeve. Edhe 5 minuta e 35 sekonda lojë deri në fund. Lomax për Rez Mehmetin tenton të përgjigjet. Anën tjetër Wendell Green kërcen lart. Është ky kërcimi i dytë, ka 17 pikë. 5 lojtar të Bashkimit deri tash kanë realizuar pikë dyshifror. Sa bukur për Zekicin, i cili e kthente Lejson Zeqiri, i cili ka shpërthyer. Ja pra edhe ato shigjetat e tij. 69 me 75. 9 pikë rresht të realizuara të Lejsonit. 11 në këtë çerek në përgjithësi e humb këtë top me Kiqi Lejsoni për Samirin, i cili depërton, realizon 77 me 69. Seri prej 13 me 0. Dhe përsëri kërkon timeout trajneri Rakočević. Posa Bora tha se po i merr duart, ti zgjinat në duart të veta dhe do ta dirigjojnë ndeshjen. Me këtë nuk u pajtua asesi Lejson Zeqiri me 11 pikë të realizuara. Ja pra edhe njerë Bledar Gjesha atje kapi kokën pas asaj treshe, por pasoj edhe treshja tjetër në asistim të Samir Zekicit. Rezultati ishte 69 me 64 kur kishim mbetur edhe 7 minuta e 5 sekonda lojë. Këto 2 minuta e 15 sekonda të ardhshme, pra pas asaj treshe të cilën e realizoi Musab Mala për 5 pike përsi të Borës. Timeout kërkoi trajneri Janković i Bashkimit, kërkoi mbrojtje shumë më të mirë dhe sidomos u dallua aloja Dirk Williams, ndërsa në mbrojtje kurse në sulm shpërtheu Lejson Zeqiri fillimisht me ato 3 gjuajtjet e tij të lira e pastaj me 2 treshe aresht, para se edhe Zekici në asistim të Lejson Zeqirit realizonte të përmbyllte serin prej 13 me 0 në 2 minuta e 15 sekonda të timbi Maljës atje për 3 pikë. Top i disputueshëm, do të topi për Borën. 4:36 deri në fund. Bukur atje për Woodsin, edhe njëherë e kthen te Mala, lëvizje mashtruese, slalom Mala, Rez Mehmeti nga Kandi, atje pozitë e vështirë. Woods lufton, kërkon pasimin e topit, lufton atje Woods, e pason te Lomaxi, edhe 6 sekonda për këtë sum. Mala, Mekic, lëvizje bukur mashtruese dhe treshe edhe ma e bukur. E dërgoj në hava atje, e lansoj dhe rezultatin në 72 me 77 e afroj. Edhe 4 minuta lojt deri në fund. Green. Pick and roll. Në fakt blok, më falni, i Zekicit për Williamsin. Pran Williamsit, Mehmeti, mbrojtje e mirë, Mekic e mbron atje Greenin, i cili tentoj për treshe. Woods, bukur e kap të top ik në kundër sulm. Mirë po dhe gabon në pasim kundër sulmi shpejt. Max Smith me ngulitje atje për 72 me 79. Lomax kërkon atje pick and roll. Dhe përton në brend, opa, fauli Max Smithit. Kërkon atje trajneri Janković nga Max Smith që të mos protestoj, të shuaj dhe të pranoj personalin, mos të ndërshkohet edhe me teknike. Fauli i treti Smithit.
Mala e she atje korridorin depërton e huq. Lufton Woods, blokohet nga Smith, nga prapa, ja të rën dhe koshin ja mohon. -7 Smith për Zeki, opala, irshet topi. E pa besueshme, çfarë gabime nga dyja skuadrat, i vetmuar në kënd atje Musab Mala për Mekicin. Mbrojtje e mirë atje Lejson Zeqirit, dy reprezentuesit e Maqedonisë luftojnë njëri me tjetrin. Çfarë mbrojtje e Lejson Zeqirit, kërkon faul me bryll atje prapa Jankovici. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Mekicin. Edhe njëherë në xhirim të përsëritur ishte ky ai asistimi për Smithin. Huq nga vija gjuajtjeve të lira në çastet vendimtare. Adem Mekici, 16 pikë të tij. 6 kërcime, 5 asistime dhe 2 topa të vjedhur, por huqet e gjuajtjeve të lira në çastet vendimtare po i kushtojnë shumë Borës. E përgjithësi, herën e dytë realizon. 16 me 11, 5 gjuajtje të lira të huqura, 16-11 është Bora. Në anën tjetër 22 me 20 nga vija gjuajtjeve të lira Bashkimi. 90% të efikasitetit me të vërtet të hatashëm. Green tenton për Treshe dhe tani edhe Treshen e realizon për 73 me 82 dhe me funksionalizimin e gjuajtjeve të lira dhe Tresheve, Bashkimi në çerekun e 4 të rikthehen e përsin. Lomax tenton për 3 pikë, nuk realizon. Mekic lufton dhe Mala luan i fundit me top. 9 pike përsi, më pak se 2 minuta loj, ndrimi lojtarve. Shirko Green atje, pick and roll Zekicin, nuk ja pason Zekicit. Çfarë rollingu i bukur atje i Lejson Zeqirit, e huqe dhe Zekici, lufton edhe Smith. I luan i fundit me top, 2 kërcime në sulm, mirë po 3 huqe në një sulm. Rolling i bukur i Lejsonit, por e huqi Woods ullet për të pushur. Shirko kthehet, do të shkon me Treshe natyrisht. Tani trajneri Arakočević i Borës, ka snajperistat, depërton atje. Dhe Lomax depërtoi Ungrit në hava atje me top. Uhament nuk e pati fare idenë se çka duhet të bëj. E huqi 73 me 82. Është ky, nëse nuk gaboj, topi i 12, po, topi 12 i humbur i Borës, e cila dominoj në kërcime sonte 47 me 37. Atje lufton Mala. Williams e rimer kontrolin, po hym në 60 sekondat e fundit. 9 pike përsi për Bashkimin. Shirko shkakton personalin ndaj Dirk Williamsit. Lëvizje bukur mashtruese e Dirk Williams. Zekici depërton atje dhe ngulit për mrekulli për 73 me 84 dhe kjo definitivisht edhe bulos fitoren e Bashkimit. Nuk do të ketë Bora forcë dhe energji që të shkri këtë e përsi. Rez Mehmeti tenton për Treshe, Mekici me kërcim në sulm për Rezin, i cili realizon në brendi për 75 me 84, time out. Edhe 34 sekonda loj.
5 lojtarë të Bashkimit kanë realizuar pikë dyshifrore. Green me 20 pikë, prej tyre 3 treshe nga 4 tentime është më efikasi, me 16 pikë, 9 kërcime dhe 4 asistime. Mac Smith, lojtari i dytë më efikas, po në fakt është më i dobishmi për skuadrën Mac Smith. Nga 15 pikë kanë realizuar Lejson Zeqiri dhe Williams. Williams me të vërtet i hatashëm, i pesti, i cili e mbyll këtë shoqëni të lojtarëve të Bashkimit me pikë dyshifrore është Eric Copes. Në anën tjetër, tek Bora, më efikasi nga banka rezerv, unë ngrit për një double-double. Derek Woods, 19 pike, 13 kërcime, janë ekranet e juaj, po e ka ftyrën aty, me 16 pikë, 7 kërcime, 6 asistime. Adem Mekici, 14 pikë, 6 kërcime, 5 asistime. Lomax, 10 pikë ka Rez Mehmeti, ndërsa Jetmir Zeqiri, edhe pse ka vetëm 5 pikë, ka realizuar 11 kërcime, mirë, po u largua për shkak të 5 gabime personale në çerekun e tretë. Kjo është tani vetëm formalitet, adhurues të basketbollit. 86 me 75, jo, po 86 me 77. Tani kërkuan time-out lojtarët skuadra e Borës si kundër përgjigje për këtë ngulitje të Lejson Zeqirit, e cila u karakterizua si gjest jo sportiv. Ja, dhe njëherë kjo treshe e Mekicit, ato 3 treshet e ti në çerekun e tretë, kur Unis edhe Lomax tani përgjigjet me shënim. Në fakt nuk reaguan fare lojtarët e Bashkimit. Ja, përshëndeten edhe dy vllezërit, Jetmiri dhe Lejsoni. Shumë shpejt shkojmë me intervistat e dy trajnerëve.